Së pari duhet ta filloj me falënderime në fakt. Falënderime për ata që më besuan këtë detyrë, presidentin e federatës, zotin Duka, që në dijenin time ka një nga pikat parësore sektorin e edukimit. Falënderime për ata që kanë qenë para meje, që kanë bërë një punë të shkëlqyer dhe sigurisht e ndjej si detyrim për të vazhduar rrugën e tyre dhe të munduar me gjitha forcat për ta përmirësuar sado të jetë e mundur të rrugë që ata kanë shtruar për mua. Shkurt përmirësimin e përmbajtjes së kurseve, forcimin e disiplinës, gjithë përfshirjen dhe ajo që është më e rëndësishme në gjykimin tim, lartshmëria e temave të dhëna të mësimdhënies. Në momentin që studentët bëhen të vetëdijshëm dhe jo vetëm të vetëdijshëm, po të interesuar për atë që flitet nëpër leksione, gjitha tjerat pasaj janë më të lehta për t'u arritur. Shikoj shumë në kaq kohë që sa kam, shikoj një uri të madhe nga gjithë studentët, një interes të jashtëzakonshëm të tyre, dhe ne duhet të përgjigjemi me të njëjtën monedë interesit të tyre, duke qenë sa më të përgatitur në mësimdhënie, në mënyrën e saj, në mënyrën interaktive të dhënies së leksioneve dhe për të sjellë sa më shumë shembuj konkret, të cilët të vinë atyre në ndihmë për të pasur zgjidhje në përditshmërinë e tyre, në fushat e stërvitjes apo në gjatë ndeshjeve. Kjo është pak a shumë synimi im, afrimi i sa më shumë zgjidhjeve dhe pasaj çdo gjë varet nga kompetencët e tyre, nga ecuria, nga këmbgulja që ata do të kenë, por që në fundit edhe institucioni këtë detyrë ka, të jap jo vetëm nocione, po të jap edhe zgjidhje që studentët kur të largohen që nga orët e mësimit apo të mbarojnë kurset që ushtrojnë të jenë të gatshëm për të përballuar përditshmërinë në fushat e stërvitjes. Po një nga objektivat e tjerë është dhe fakti i rekrutimit të lektorëve, të një niveli të mirë, të cilët mund të vinë nga gjiri jonë, nga gjiri i atyre që kanë luajtur futboll, që janë shkolluar në futboll, nga përditësimet që UEFA bën në mënyrë të vazhdueshme, nga seminaret e ndryshme, implementimit të metodave të fundit të mësimdhënies, të cilat do të vinë në ndihmë jo vetëm të studentëve, po në përgjithësi dhe të trajnerëve që janë duke stërvitur edhe duke drejtuar ndeshjet e biznes superiores. Një nga ato qëllimet e mia, le të themi afat shkurtra, është rekrutimi sa më shumë i këtyre trajnerëve për të sjellë eksperiencën e tyre nga fushat e blerta në auditoret tanë. Dhe është një mision jo i lehtë, nuk është detyrë, është mision dhe shpresoj shumë që të jem në lartësinë e këtij misioni.